Atëherë dashur, rikthyem studio për të vijuar bisedën me kryetarin e ansamblit të këngëve dhe valleve Bajram Shabani, që shënoi si vjet 80 vjetorin e themelimit. Flasim sot me zotriun Dritar Ramadani. Përshëndetje, shumë kënaqësi t'ju kem sot në studio. Përshëndetje edhe për ju dhe për shikuesit e TV Shenjës. Zotri kryetar, na u bën 80 vite apo jo që nga themelimi i ansamblit, një histori goxha me vlera, një rrugtim i gjatë, besoj punë dhe përgjithësi, sidomos dhe lodhje. Po, gjithsesi, domethënë kur flasmi për 80 vjet, ke parasysh nuk mund të flasësh për ditën e sodit, po flet për një periudhë e cila ka përshkruar skamën, ka përshkruar vështirësitë e jetës, ka përshkruar fillimet kur ka përfunduar lufta e dytë botërore, ku gjithçka domethënë nuk ka pas ndonjë taban i cili mbi atë taban është desht me u ngrit, po kështu nga vullneti i madh i njerëzve të asaj kohe është ngrit një institucion i cili ja 80 vite i mbushi si vjet. Diskutojmë ndoshta pak sado që mundemi mbi historikun e ansamblit. Po, shikon, këto përvjetore deshtëm apo s'deshtëm bisedohet për historikun. Ne edhe në këto organizime që i patëm normalisht se grumbulluam edhe një këshill organizativ i cili është përbëm për njerëzve të cilët kanë qenë ish-antar në vitet 60, që nga vitet 60 e deri dikon te vitet e 90 kur edhe unë kam qenë antar, një valltar i ri në atë kohë. Normal, ata kanë tregu, kemi bën një dokumentar i cili e ka bën Nezhat Aqifi, bile ai ishte udhëheqësi i këtij grupi që e koordinon si këshill organizativ i këtij 80 vjetore, më konkretisht Akademisë Solemne. Aty u nxjerrën historinë të ndryshme, historinë të cilat përshkruanin këto. Mirë po, këta tregonin edhe historinë të kohëve më të hershme, domethënë që nga themelimi, megjithse të gjithë ata të cilët kanë qenë themeltar, themelues, ata nuk janë mesin e të gjallëve, ka vite, domethënë, edhe ndër vite është edhe pse është punu, po ndër vite edhe ka qenë situata politike, shoqërore, ndryshe nga ajo që ne kemi sot, edhe që mundohemi ta përshkruajmë se në çfarë situata domethënë ka qenë shoqëria kulturore, artistike Bajram Shabani. Jo rastësisht ne shpesh edhe nëpër intervista të tjera e themi se kjo shoqëni tu i po edhe thuja disa arkive që i kemi, disa foto, ka pas ngritjet edhe uljet e veta, varësisht edhe prej situatës politike. Nuk mund të themi se ka qenë gjithmonë një det i qetë, po shoqëria ka evoluar dhe ka ardhur deri këtu mbi bazat asaj se ashtu siç ka qenë edhe situata edhe politike, por normalisht edhe ekonomike. Në vitet e para nuk mund të themi se shoqëria ka funksionuar me instrumentet ashtu, domethënë dihet në vitet 60 është themelu grupi i mandolinave, ku është bashkangjit edhe grupi i këngëtarëve. Ma herët ka qenë ato veglat, instrumentet burimore, folklorike, qifteli, dajre, tupan, zurle. E që edhe si ta tillë në vitin 1947 dihet një histori shumë e madhe e shoqërisë Bajram Shabani, ka marrë pjesë në një manifestim të cili e ka organizuar Tita. Domethënë ata të cilët që kanë jetuar në moshën, që kanë një moshë pak më të thyer tash, e din se çka do të thosh të luajsh në Beograd, merr pjesë në një shoqëri kulturore artistike e një qyteti që është siç është Kumanova, e një province, po është gjetë një shoqatë e cila ka qenë organizuar në atë kohë. Ajo shoqatë ka qenë Bajram Shabani, ka rastis, jo që ndoshta s'ka pas edhe shoqata të tjera, shoqëri edhe të tjera kulturore artistike, edhe Kosova, edhe pjesë tjera ku kanë me vise shqiptare, po ja këtu është gjetë edhe këta kemi pas fatin që ta kemi një histori të mirë, që është në vitet e para pas luftës së dytë botërore. Cila do i kategorizonim si martë sa mund të ndajmë, pikat më kulminante të ansamblit, qofshin paraqitje, ngjarje, organizime, apo dhe ndonjë çmim, trofe?
Shiko, tash, sidomos vitet e fundit këtë 12 vjeçar, ndoshta po dalë edhe prej modestisë, po këtë se unë kam mandatin e tretë. Domethënë, prej momentit kur ne kemi ardhur normalisht me këtë përbërmje që e kemi, domethënë, edhe të muzikës popullore, edhe të folklorit, edhe të valltarëve, edhe të valltarëve veteran, kemi pas shumë suksese. Jemi një nga shoqëritë kulturistike më të organizuara. Tu marr parasysh se funksionojnë të gjitha seksionet të cilat e karakterizojnë një shoqëri kulturistike, domethënë me një orkestër të përhershëm muzikës popullore, me disa grupe valltarësh, valltarë të fëmijë, valltarë grupi i parë, i dytë, valltarë veteran, pjesa e folklorit, grupi folklorik me këngëtarë, me instrumentistat të folklorit. Kemi një grup i cili në 70 vjetorin e themelum në fakt. Ata kanë qenë njerëzit, po ne i vum emër grupi i valltarëve veteran. Edhe ata ruajnë traditën e vallave të Anamoravës, Karadakut, Kumanov, Gjilan, Presheu, janë disa valle të cilat kanë një karakteristikë edhe të lojës, po edhe të prezantimit. Kjo është ajo që mund të dallojmë ne që e mbojmë mend, se unë kam qenë shembull valltar në vitet e 90-ta. Atëherë ndoshta edhe mundësitë, kapaciteti ka qenë më i vogël, megjithëse kemi funksionu. Po them drejtën, ne më gjatë edhe më shumë të udhtim kemi pas deri në Strug, Këngjeho në edicionin e parë apo të dytë. Normalisht kemi marrë vend e para, e dyta, e treta, tash si më mend, po ne si antarë të përhershëm që ishim atëherë, ato ishin ato kënaqësitë, Këngjeho, në Sharri Këndon, këto ishin mundësitë. Ndërsa tash, për shembull, ne mund të them lirisht se kemi ecë Evropën, kemi ecë Turqinë. Kur tham Evropën, mos flas për Shqipni, Kosovë, që ja mbrëm ishim vëzum vendin e parë, orkestra u shpall më e mira e festivalit. Domethënë janë suksese të cilat janë të pandërprera dhe aktivitetet tona janë të pandërprera dhe mund të them se kjo periudhë ndoshta po dal edhe prej modestisë, po kjo periudhë është më e ndritshme e shoqërisë kulturistike. Se nuk mund të harrohet, shembull, se gjatë grumbullimit të informacioneve, tash ishin disa bisede ku disa mësuese më të vjetra, të cilat disa njëna më duket është e gjallë akoma, tjetra s'ka besë, thonë se kanë shku, vajzat kanë shku i kanë marrë në shtëpi, kanë ushtru, jenë paraqit edhe i ka kthy prapë mësuesja besë, domethënë shumë sfida, shumë, domethënë ne që kemi pa disa filma më të hershëm, domethënë të asaj kohës partizane, i dim edhe mund t'i perceptojmë se si kanë qenë ato kohra, sot se besoj se fëmijët e mi mund ta kenë atë vizionin se si ka qenë ajo. E si është ndjenja për juve, sidomos që nga të qenurit një valltar i ri diku në ansamblin Bajram Shabani, tash një kryetari i këtij ansambli, ndoshta në periudhën e tij më të ndritshme drejtash? Shiko, është një lodhje ku vjen puna e emocionit harran. Ne për çdo ditë edhe para çdo manifestimi thojmë edhe këtë manifestim e përfundojmë këtu. Kjo është punë volontare, është shumë e përgjithshme, është shumë e ndikueshme në qytet. Edhe normalisht tu qenë edhe ndikueshme, edhe e përgjithshme, krijon atë stresin e angazhimit, domethënë shpesh herë edhe me shokët, edhe me pjesë tjerë qytetit, domethënë ne ta gjejmë një person se kjo nuk shkon ky stres, se ke ide, domethënë sikur edhe më na pagu, me marrë rroge që s'marrmi, po japmi prej xhepit tonë. Kaq shumë si jepshim zor. Po morëm një përgjegjësi ne si grup, gjithë ky grup. Morëm një përgjegjësi
të mos me llogaritë se është kaq përgjithësi e madhe. Se unë, kur kam qenë valltar, se ushtru pyetja kështu, unë kam qenë valltar, mos më ka interesu se kush po kam pas me interes ku po marrë pjesë koncert, kur po marrë ashtu, po ta shembull kur duhet të organizosh festival, të organizosh manifestim, koncert, të udhëtosh gjithandej, po për gjitha këto duhet t'i vend një barazim i cili ka peshën e paras, vlerën. Edhe për atë shpeshherë edhe mërzitështu kjo. Nuk është më e mundshme të vazhdohet më tutje. Po që do vazhdojmë? Mirë po, kur i nxjerr në binë shembull fëmijët, kur mbaron ajo edhe dalin publika, edhe gjithë publika syti ka ju edhe thot bravo si qoftë, ju po e bëni këtë për qytetin, qyteti është i lumtur me juve, është krenar me juve, gjithandej po na përfaqësoni, pi harron njeri. Kështu shpreh bash popullore. Po i harrojmë edhe po vazhdojmë pastaj. Kishim gjithë këto 4 ditë manifestim. Besoni se edhe është sakrificë edhe gjithë familjes. Ashtu. Dhe më thonë se ti pa lanë 4 ditë, ka 2-3 orë vetëm se manifestimi, 2-3 orë për para, 2-3 orë mbrapa, dhe më thonë e ke 10 orë, 4 ditë ka 10 orë, 4 orë janë angazhim individual, me streset, me musafirt, me publikun, me teknikën. Publik kishim gjithsesi të interesuar, apo jo? Shiko, ne ka do sa herë që i paraqitemi në qytet. Sa herë që i paraqitemi në qytet, është interesant se shoqëria Bayram Shabani është institucion. Nuk ka familje në Kumanov që nuk është, besa mujmë me thonë, Lirshëm edhe Likov, që nuk është e mishërum, e lidhën me një formë apo me një tjetër. Përmes dajës, nipit, djalit, vajzës, grus, apo dikuj tjetër i cili nuk ka qenë pjesë, për shkak se ma herët kanë funksionuar edhe seksione tjera, grupi dramatik, grupi i teatrove, edhe grupi letrar. Prej këtu kanë dalë edhe aktorë të njohur që i ka pas estrada. Sikur njësoj si kanë dalë këngëtarët që janë sot pjesë e estradës të muzikës popullore, edhe të muzikës bavice. Ka qenë pjesë e ansamblit Bayram Shabani. Kështu që çdo kush, çdo familje është e lidhur, edhe mendoj se pret të ashtu. Sot ne kemi afër 70-100 anëtar. 3 fëmijë që normalisht familja, tezja, daja, kushërini ka dëshirë, shoqja, shoku ka dëshirë me pa në binë. Se grupi i veteranëve, valltarëve veteran, është diçka që vazhdon, më thonë, konstant, apo e keni për raste më të veçanta? Shiko, grupi veteran, fatkeqësisht, disa prej tyre nuk janë mesin tonë. Ka 2-3 vite në kohën e koronës, sidomos atëherë, koronën e mori disa antarë që kanë qenë antarë që nga vitet e 70-ta, 80-ta. Edhe ata kanë qenë antarë permanent. Kanë ushtru, kanë bërë prova brenda javës 2 herë, 3 herë. Po edhe kanë marrë pjesë. Sidomos pjesa e Kosovës ka të zhvillu me këtë pjesën e manifestimeve folklorike. Edhe ne me këtë grup kemi marrë pjesë shumë vende, jo vetëm se në Kosovë, në Shqipni, po kemi marrë pjesë edhe në Malzi, shembull, në Bosnë, se e kërkojnë atë autentikën. Janë festivalet të cilat janë special për folklor. Edhe, mund të them të vërtetën, kemi marrë shumë vende. Në Prizren, shembull, kemi marrë çmim të parë, kemi marrë në Klin çmim të parë, Indjeri, Zekaria Kadriu mori si çmim të karrierës, valltari më i mirë. Do thonë edhe me të vërtetë ishte valltar më i mirë, kur dinte në skenë në trans binte njëri, domethënë nga emocion i publikut, i tupanit, i zurdës, domethënë kishte momente, pastaj Bagaçenan ka qenë aktivist, se ne i thojmë me akën Kumano. Kanë qenë aktivista që s'jevgjen shoqin, domethënë kjo grupi e veteranëve, nëse bo pyetja atë. Gjithsesi, përveç aktiviteteve të veta, ansambli, po ashtu organizon edhe Balkan Fest, apo jo? Që si vjetë kishim edicionin e 5. Po.
Shiko, Balkan Festin e fillum në vitin 2020, e fillum me një frikë shumë të madhe. Mirë po, duket se si vjetë sikur është etablu. Dhe më thonë, edhe filloj një siguri më e madhe, edhe qytetarëve, se e ka një ashtu, megjithse këto manifestime i shtym për nëntor, megjithse është deshtë diku në tetor, në fillim tetorit, mirë po shkaku i zgjedhjeve dhe ju thasha edhe më herët interesimi i politikës shumë tjetë pjesë përbërse e shoqënisë Bayram Shabani, ne të pas frikën e influencës, e s'postum jashtë të zgjedhjeve. Mendoj se kemi bërë mirë, edhe edicioni 5 të mbajt me shumë sukses. Ne, domethënë ka vite që e organizojmë dhe marrin pjesë grupe nga gjithë Ballkani, si vjetë ishin Bosnjakët, ishin Turqit, ishin prej Bujanovcit, Kosova, Shqipnia, që vjen shprehje, gjithmonë është pjesëmarrëse aty. Vendin e parë mor Gjilani, ishim përgatitur shumë mirë. Edhe normalisht kishim edhe jurinë profesionale, e cila ka vendosur, domethënë pa ndonjë ndikim. Juri kë kishim? Kishim Ismet Bexhetin, kishim Dilaver Kuryeziun, kishim Idaver Osmanin, dhe ishte Xhelal Yalçin prej Turqie, një koreograf. Vetë ansambli performon tek Balkan Festi? Jo, ne jemi organizator. Ne marrim pjesë me nga një pikë, nga dy, domethënë vetëm pika sa për të hapë ose për të mbyllë festivalin, ndërsa konkurrentët vinë prej vendeve tjera. Ne jemi organizator dhe gjithë edhe vallëtarët, edhe orkestra, edhe drejtori artistik, merr pjesë në organizim, në pritjen, përcjelljen, në organizimin e defileve, në organizimin e shfaqjes. Ka shumë punë. Ka shumë punë, nevojitet shumë njerëz për ta bërë një manifestim 2-3 ditor, siç ishte Balkan Festi, siç është Balkan Festi, që është me të vërtetë vështirë për t'i dalë me në fund. Po i afrohemi fundit të bisedës dhe do të doja të dija që çfarë e pret ansamblin deri në fund të këtij viti, pasi që kemi edhe festa për të shënuar dhe besoj shumë ngjarje të tjera. Shiko, muji nëntor është muji shqiptarëve. Muji festave shqiptare, ma konkretisht me thonë. Lidhshëm me thënë edhe muji shqiptarëve. Megjithse tash është 22, 28, me 22 nuk kemi ndonjë organizim, por me rastin e 28-it se harrum me përmend këtë edicionin e 5, një prej ditëve e dërguam në fshatin Matesha, që është një shtëpi e mirë e kulturës. Edhe normalisht komuna e Likovës realisht se ka mbet pak anësh me këto aktivitetet kulturore, edhe ishte ideja që o komuna e Likovës o kush e meriton të ketë pjesë e këtyre manifestimeve kulturore. Ne ishim një ditë atje. Normalisht ajo ishte në vigjilje të këtyre festave. Me 28-in prap do jemi aty. Ka bërë organizim komuna. Ne kemi premtuar se do të marrim pjesë me disa pika artistike që i kemi. Më duket se aty do ta kemi përqendrimin më të madh. Megjithëse deri në fund të vitit kemi edhe ne zakonisht si shoqëri marrim pjesë në për këto programet festive, bëjmë xhirime në për televizionet ndryshme, kemi ftesa prej disa televizioneve, domethënë puna është e pandalshme, është e vështirë, me shumë stres, me shumë sakrificë. Po përgatitemi po përgatitemi me këngë patriotike tash, po përgatitemi me këto tjera. Unë ju uroj vetëm suksese tutje dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera suksese dhe ngjarje dhe të falenderoj edhe një herë që ke gjetë kohë dhe mundësi tjerë sot me ne. Faleminderit, megjithëse këtë ditë ishte dita me shi, po ja që s'u ndam dot edhe prej emisionit tuaj. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, ne shihemi sërish të premte në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.